18 qershor ngrihuni luftoni për vendin tuaj. Kryeministri Edwin Rama është larguar dje nga Manhattani drejt Vienës. Mendoj se sot do të jetë në Tiranë. Një vizitë private e papërgjegjshme, ndërkohë që bota është në një krizë të madhe në konfliktin midis Izraelit dhe Iranit. Të gjithë kryeministët e vendeve të NATO-s e kanë theksuar, kanë mbledhur këshillat e sigurisë kombëtare. Kush paguan për hotelet e Ramës në vizita private? Ta di mirë se kamarirët që kanë shërbyer tek hoteli i tij thonë se ai nuk ka paguar atje. Kush ka paguar për të? Në Hamptons hotelet janë shumë të shtrenjta, pa $5.000 nata nuk ka. Një kryeministër i cili shpenzon kohën kot restoranteve dhe hoteleve të Manhattanit, kur duhet jetë në krye detyrës. 4 orë i vetëm në barin e një hoteli në Manhattan dhe asnjë takim zyrtar. Përplasja midis Izraelit dhe Iranit është një çast kritik. Presidenti Trump fillimisht mbështeti idenë e dealit, marrëveshjes me ajatollahët e Iranit. Por arroganca e Netanyahu, i cili ka që nga viti 2000, 2002, 2003, 2012, që thotë që Irani është afër prodhimit të armës bërthamore edhe për 2 muaj. Ka qenë një përplasje e fortë midis presidentit amerikan dhe kreut të inteligjencës Tulsi Gabbard. Në intervistë për Euronews thash ajo është idiote për politikën e jashtme dhe inteligjencën, jo se e them unë, po se thon analistët amerikanë. Ka pasur lidhje me televizionet propagandës ruse, kur ka qenë kongreswoman, ka shkuar pa pyetur njëri dhe të ka takuar diktatorin e Sirisë, dhe është kundërshtuar fort nga Bolton dhe specialist të sigurisë kombëtare. Nuk është rastësi që në 8 qershor në Camp David, kur presidenti Trump thiri stafin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ajo nuk ishte. Por dje te Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka qenë. Në Këshillin e Sigurisë Kombëtare është presidenti, është vendpresidenti, është sekretari i Pentagonit, Rubio, sekretari i Departamentit të Shtetit, këshilltari i Sigurisë Kombëtare që është Rubio, është sekretari i Thesarit dhe sekretari i Energjisë, të paktën. Natyrisht e kam thënë që Këshilli i Sigurisë Kombëtare Trump, mandatën e dytë, duket qesharat me Këshillin e Sigurisë Kombëtare mandatën e parë. Askush nuk e di se çka ngjarë dhe ç'po ngjet ose ç'do të ngjasë realisht. Ajo që quhet ose ai që quhet Deep State, janë ata amerikanë që duan vendin, dhe në fakt i japin informacione me homologët e tyre të inteligjencës. Një zyrtar i lartë i CIA-s thotë që CIA, drejtuesit e saj, që janë me dekada, gëzohen shumë kur president vjen një ignorant në politikë në jashtme dhe në problemet e sigurisë kombëtare. Kështu ka qenë Obama, kështu është dhe Trump. Trump, duke parë që Netanyahu nuk të riqet, por do në të shkojë deri në fund, ka menduar që të hyjë dhe ai në lojë për të treguar që ai është drejtuesi, komandanti i ushtrisë më të pushtetshme dhe më të fuqishme në botë. U largua nga samiti G7, ndërkohë që Edwini rrinte në baret e restoranteve të Manhattanit dhe mblori Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Bill O'Reilly ma ka thënë disa herë, mos dëgjo dhe mos lexo çfarë thotë dhe çfarë shkruan Trump, por çfarë bën. Trump i vuan nga pagjumësia, ka probleme, në 2 natës, në 3 natës, me Twitter e tij krijon përse Trump shkruajti që evakuoni nga Teherani. Sipas Bill O'Reillyt, Trump kërkon që populli i Iranit të përmbysë qeverinë e tij, duke krijuar kaos. Pra, është çasti që problemi i armës bërthamore të Iranit të zgjidhet edhe me përmbysjen e qeverisë
që në fakt ka qenë diktatoriale mbas revolucionit të Ajatollah Khomeini't. Princi mbretëror Pahlavi ka folur duke thënë që është koha që popullet të përmbys një qeveri represioni, por askush nuk e di se deri ku do të shkojë. Këtu në Amerikë analistë shumë thonë që Trump mund të përdor bombarduesit B-52, sepse vetëm me këto bombardues mund të penetrohet tek bunkeret ku janë materialet e uraniumit, por do të thotë qartë Netanyahu ndalo. Kaq. Kur e shkriua shteti i Izraelit në 48-ën, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka qenë proti. Pentagoni po, sepse e pa Izraelin si një vend, një platform ku ushtarëkisht të kontrollonin gjithë linjën e mesme. Nuk është problem fetar, besimi, krijimi i Izraelit. Është më tepër gjeopolitik. Irani mund ta dëmtojë në çast të dëshpëruese Izraelin. Nuk mund të kryej fluturime me avion, sepse është 1500 km larg, dhe Irani ka avion të vjetër dhe nuk e ka mundësinë që të furnizohen në ajër, siç ndodhi me avionët e Izraelit, dhe siç thuhet, janë furnizuar nga avion amerikan. Ted Cruz ka qenë me Tucker Carlson dje në një përplasje, dhe Carlson e ka pyetur sa milion është Iran. Po nuk e di. Si nuk e di, ti kërkon të përmbysur qeverinë atje. Çfarë përbërje etnike ka? Dhe përsëri Cruz nuk ka qenë i zotit përgjigjej. Dhe Carlson në një çast ti the ne. Po tha ne kemi ndihmuar, tha një sepse qeveria amerikane, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare tha që ne nuk kishim as dieni dhe nuk kemi mbështetur këtë sulm. Por se çfarë ndodh deep underground, askush nuk mund ta thotë me qartësi. Megjithatë, Trump, mbas suksesit me kufirin jugor, kërkon të ketë një sukses dhe në arenën ndërkombëtare. Gafa e tij kur foli për Kosovën tregon ignorancën për problemet Kosovë-Serbi. Nuk mund të bësh paralele Kosovë-Serbi me Palestinë-Izrael. Jo. Me Iran-Izrael, më fal. Jo. Mandatën e parë zotit Trump ishin duke na u kafshuar tokat trojet e veriut, natyrisht me dëshirën e Ramës, Vučić dhe Tony Blair. Megjithatë, Kosova zbehet, Ballkani zbehet mbas kësaj krize të madhe me Izraelin. Sa do të zgjas kjo përplasje? A do të vazhdoj Izraeli të kryej krime si në Gaza? Sepse, siç thon ish general dhe specialist ushtarak, nuk është aq që thjesht bombardimi me B-52 me këtë bombën rreth 15 ton, e cila penetron në thellësi, por duhet që fizikisht amerikanët hyjnë për këtë tunele për të marrë ato mbetjet bërthamore. Pra nuk është aq e thjesht. Dhe Irani është një shtet i madh. Por korrupsioni dhe vjetërsia e armatimeve e bën jo përballues sidomos me Amerikën. Amerika ka 40.000 forca atje, do të jetë një përplasje e madhe në qoftë se Irani do të godiste trupat amerikane. Me këtë përplasje, pra me këtë cytje të Netanyahu, Amerika është në një pozicion të vështirë me gjithë linjën e mesme, me vendet arabe, dhe duhen mendje dhe me vërtet të zgjuara për të dalë nga kjo. Çfarë roli ka Shqipëria? Ne kemi qenë të kanosur, të kërcënuar me sulme kibernetike, gjithashtu ka pasur plane për të goditur muxhedinët me dron të nisur nga Irani, nuk e kuptoj se janë shumë larg. Rama qëndronte për pushime në Manhattan. Sfida e madhe ndaj administratës, e kam thënë puthej dhe stërputhej me Sorosin, këtë figurë të përshtirë në Amerikë, ndërkohë që ka marrë një përbuzje
nga Washingtoni zyrtar asnjë takim. Kam qenë tek Euronews dje, do t'jap disa segmente dhe disa segmente nga ambasadori Bolton, i cili na nderon sa herë që e kërkojmë në Focus TV. Nga Shqipëria, hapja e kutive ka nxjerr probleme të mëdha. Në Austri u përsëritën zgjedhjet vetëm se 2 qendra votimi u mbyllën më herët. Në Rumani e dini se çfarë ndodhi. Vetëm me disa ndërhyrje digjitale të Rusisë në Facebook, gjykata kushtetuese ja hoqi. Themelet e fitores madhështore të Ramës janë të rërta, të argjilta, të lumta. Rrethuar nga krimi, mbajtur nga krimi, mbështetur nga krimi dhe mbase koka e krimit shtetëror në Shqipëri. Një opozit realisht rinore që do të ditë të thith reagimin e madh, do të përmbysë atë situatë. E akullt vazhdon qasja amerikane, Departamentit Amerikan të Shtetit. Enigma është se kush po lobon, sepse nuk është e lehtë lobosh në Departamentin e Shtetit. Personalisht janë kontakte in person këtu për të hapur çështjen. Megjithatë e them që Shqipëria nuk është qendra e rëndesës, aq më tepër në një departament amerikan të Shtetit ndisërej, ende nuk ka kaluar nominimet e larta politike, vetëm 10 ambasadorë bllokuar gjithandej, dhe Trump është përballë atij që quhet ligji i bukur dhe i madh, kaloi nga Kongresi vetëm me 1 vot, 1200 faqe, tani në Senat është me 600, nuk dihet do ta kaloj apo jo, apo do të ketë disa modifikime. Trump ka lënë të hapur mundësinë që Amerika mund të bombardojë bunkerët e uraniumit të Iranit. Duket se kërkohet përmbysje e qeverisë, mbase ky është çasti. Kemi më reagime për zgjedhje. Ai tonë zgjidh një mosmarrëveshje për një dekadë në departament mes atyre që quhen byrot rajonale dhe byrot funksionale. Nëse ke një byro speciale për drejtat e njeriut, kjo është mënyra më e mirë ta promovosh prej departamentit në mënyrë uniforme për gjithë vendet. Por byrot rajonale thonë, s'do merrem fare, se byrot e tjera merren të probleme. Ndaj, si në rastin e Shqipërisë, i humbis në fokusin. Ka argumente për byrot funksionale. Unë kam drejtuar disa byrot të tilla në departament. Problemi është të gjejmë një drejtësim në atë ku diplomacia realisht ka rol në byrot rajonale, mes ambasadave në rajonet. Për mua, Rubio është në drejtimin e duhur. Kur ke kufizim financash, përpiqesh të bësh më të mirë. Ja vlen që kjo të shqyrtohet. Where the bulk of the diplomacy takes place, which is in the regional bureaus through bilateral embassies and that kind of thing. And my take is that Rubio's moved it in the right direction. I mean, there are always going to be arguments about this. But when you're facing tight resource constraints, you've got to try and find the most efficient way, and I think this is worth exploring. Ambasadorë me patëm zgjedhjet përgjithshme në Shqipëri. Për herë të parë, nuk kemi një deklaratë nga departamenti, por nga ambasada thanë që ne urojmë popullin shqiptar dhe vazhdimin e partneritetit me Shqipërinë. Asgjë për socialistët ish komunistë, por as për opozitën. Si e lexon këtë? How do you read that? Ka shumë udhtim në Washington, për shumë gjëra. Kësaj ende nominimet politike nuk kanë marrë detyrën. Këtë bën Trump, sapo ka shkarkuar këshilltarin e sigurisë kombëtare, po ndryshojnë gjithë strukturën e Këshillit të Sigurisë. Po ndodhin shumë gjëra që nuk duhet ndodhin në rrugën e duhur, sepse burokracia e karrierës nuk e di se si të procedojë. Nuk duan të bëjnë ndonjë gabim. Mbase ky mund të jetë shpjegimi për Shqipërinë, por duhet të shikojmë më shumë se si do të shpaloset. Mbase ka diçka më shumë. Por më shumë them se janë të paaft se sa zgjidhje koshjente s'kan thënë.
Në vizitën e tij në vendet arabe ai tha se nuk do të përfshihemi më në vendet e ndryshme, madje sulmoj Bushin, tani do të bëj vetëm biznes me zëvend. A kemi një spostim të diplomacisë amerikane? Ata nuk duan ta dinë për zgjedhjet në Shqipëri, Kosovë dhe kudo. Do kemi një diplomaci të shkretur. Ai nuk tha asgjë për gjendjen në vendin e mesme, por ju e dini se Vance shkoi në konferencën e Miniut dhe foli shumë për demokracinë europiane. Kishte drejtë. Mund të kishte drejtë ose në gabim. Por nuk hezitoi për gjëra jo eficiente të qeveritë e vendeve aleate të NATO-s. Do ndihesha më mirë nëse do të fliste çka është më keq me qeveritë e Rusisë dhe Kinës. Nuk jam i sigurt se kjo politikë do zgjas më shumë se sa presidenca. Me administratën e Trump është të vështirë të mbash në ecje një trend mendimesh për një kohë thelbësore të vazhdueshme. Aleatët tanë kur shikojnë sinjale nuk dinë çfarë të bëjnë ose çfarë duhet kishin bërë. Potentially troubling about the Trump administration is that it's hard to keep a train of thought going for a sustained period of time. So when America's friends and allies see mixed signals, it leads them to wonder what they should be doing or how to affect American thinking. Trump nuk merr përditësimet e inteligjencës, ka marrë vetëm 12. Ka shkarkuar 100 vet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. A është kjo normale? Jo. Do jetë një ndryshim se si NSC dhe stafi do të funksionojë. Këshilli i Sigurimit u krijuar nga Kongresi në 47-ën të ndihmonte presidentin Truman dhe presidentët e ardhshëm se si të përballoheshin me kërcënime të ndryshme të një vote të ndërlikuar. Është përmirësuar gjatë viteve. Për 35 vjet ka shërbyer të ofrojë presidentit të gjitha informacionet që i nevojiten të marrin vendime. Ti thonë se cilat janë mundësitë potenciale, të japin pro dhe kundër. Ta ndihmojnë të marrin një vendim të mirë informuar. Nuk përcaktojnë vendimet e presidentit, ai vendos vetë. Problemi, ai jepet shansi të marrë një vendim të mirë në ato situata. Rreziku është se do t'i dhe vështirë të marrë një vendim të mirë informuar. Nuk I shërben as Trumpit as Andreu. Do you want the president to have a chance to make a well-informed decision, or you just want him to give you the first thought that comes to the top of his head? So I think the risk is that it'll be harder to make well-informed decisions, and that won't serve President Trump himself well. It certainly won't serve the country well. Është normale që ai nuk ka një këshilltar të ri për sigurinë kombëtare. Rubio është një lloj Kissingeri, por nëse ai do të jetë Kissinger, kush do të jetë Nixon? Dhe dini se kjo është era parë që për Kissinger të dy punët janë kombinuar. Aso kohë ishte një periudhë shumë shqetësuese në historinë amerikane. Nixon ishte në mes të Watergate. Kissinger mendoi se ishte I vetmi person që mund të siguronte stabilitet dhe përfundimisht kur Nixon dha dorëheqjen dhe Ford erdhi në pushtet, Ford pa nevojën për t'i ndarë detyrat përsëri. Gjë që ai bëri dhe I dha postin e këshilltarit për sigurinë kombëtare, Brent Scraftov, I cili vërtet është personi që vuri mekanizmin aktual së bashku. Do të shikojmë se si zhvillohet, por kjo mund të thuash se Jack Sullivan do të jetë I fundit këshilltar sigurimi vërtet, sepse ajo që ata po mendojnë të bëjnë nuk duket as pak si ajo që ne kemi parë gjatë 3 ose 4 dekadave të fundit. Ambasadori keni qenë departament në shtetit në shumë pozicione. A ka pushtet Case Street pra firmat lobiste, a kanë fuqi vërtet në departamentin e shtetit, sepse në Shqipëri ata po paguajnë lobist për të bërë fushat dhe lobime, a kanë vërtet fuqi të ndryshojnë departamentin? Ju e dini, varet nga kush dhe kush është në detyrë dhe kush po lobon. Por mendoj se shumë vende do të gjeni nëse ishte objekti se po paguajnë tarifa shumë të larta për lobistë të Washingtonit dhe duke mos marrë asnjë rezultat. Ju e dini se ambasadat në Washington shpesh kërkojnë opinione nga njerëz për të marrë këshilla se si të procedojnë në biseda informale. Lobistët shpesh lënë një shije të keqe të njerëzit në departamentin e shtetit ose në pjesë të tjera të burokracisë. Unë mendoj se qeveritë
që mbështeten shumë në lobistët e jashtëm, nëse duan të marrin më shumë ndikim në Washington, ata duhet të kenë ambasada më të mëdha dhe ambasador më të mirë. Lobistët nuk të ndihmojnë dot. A e mban mend Trump, le të themi, kur kryeministi Rama po e sulmonte duke thënë se është fundi i njerëzimit nëse ai fiton. Sot e lajkaton. A e kujtoni ju se çfarë mendonte vërtet Trump për liderët shqiptar? A e kishte idenë se kush ishte Rama apo liderët e tjerë? Mirë, kujtoj samitin e NATO-s në Bruksel në 2018, kur Trump kishte ardhur shumë afër tërheqjes së SBA-s nga NATO. Edi Rama tha në darkën e hapjes së NATO-s që vërtet dikush duhet të tregonte pak vlerësim për Shtetet e Bashkuara dhe jo të supozonte se ishte e pashmangshme që ne do të qëndronim në aleancë. Kjo është një pikë që Trump e mban mend dhe në fakt është një pikë e legjitimshme thjesht për të thënë, e dini, ne e njohim se Evropa nuk do të bëjë këtë vetë dhe nëse jemi në një aleancë që funksionon vërtet, të gjithë duhet të tërheqin pjesën e tyre të varës. We recognize that Europe's not going to do this on its own, and that if we're in a really functioning alliance, everybody has to pull their own share of the burden. Kudo në Shqipëri.